Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi sërish tek lindja e mesme, ku tashmë e dim se rendi global po hyn në një fazë të retensioni, por edhe ripozicionimi strategjik. Takimi në Pekin mes Donald Trump dhe Xi Jinping po zhvillohet sigurisht në një moment ku marrëdhëniet mes dy fushive më të mëdha ekonomike dhe ushtarake në botë ndodhen përballë sfidave të mëdha, pra luftat tregtare, Tajvani, Irani, teknologjia dhe rivaliteti për ndikimin global. Kam të ftuar ditën e sotme për të diskutuar mbi këto zhvillime zotin Fatmir Markoçi. Përshëndes Knesja. Përshëndetje, Knesja dhe për mua. Atëherë, zoti Markoçi, për ta nisur me takimin në Pekin, që sigurisht konsiderohet një përpjekje për të stabilizuar marrëdhëniet mes dy fushive që sot konkurrojnë pra ekonomikisht, teknologjikisht dhe ushtarakisht, si e keni parë të gjithë takimin që është zhvilluar në Pekin mes Trump dhe Xi Jinping? Një takim që Trumpi nuk do të donte ta zhvillonte në këto momente kur ka një konflikt hapur, siç është konflikti me Iran, duke e ditur mjaft mirë që Irani është pjesë e Briskut. Kështu që është pak takimi vështirë. Trumpi mori me vete shumë nga korporatat apo biznesmenet, duke filluar edhe me Elon Muskun, për treguar që pjesa kryesore e takimit do jetë ekonomia. Në realitet, pjesa më kryesore është pjesa e lindjes mesme, ku tashmë ndihet që konflikti ndërmjet Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ka hyrë në atë fazën për të cilën është tepër e vështirë për ta parashikuar se si do përfundoj. Ndihma, themi që kërkon Trumpi që të bëj me Xin, ishte dhe biseda që ai bëri me Xin, ku deklaroi që sa herë që kemi pasur konflikte, ne ju më keni telefonuar, unë kam telefonuar ju dhe e kemi zgjidhur shumë shpejt. Për të treguar që kërkon që Kina tashmë të bëhet promotore për sa i përket shuaris konfliktit. Gjë që nuk besoj që Kina do ta realizojë këtë lloj themi ndërhyrësi, pasi Kina ka ndërhyrë në këtë konflikt, dhe nëse ju kujtohet kur Pakistani u vendos si negociator, ministri i jashtëm i Pakistanit fluturimin e parë bëri drejt Pekinit. Kështu që Kina është në lojë, por është në atë prapaskenën. Por me sa duket kinezët janë atë politikën e drurit, që do të thotë që flasin dhe nuk thonë asgjë. Kina ka nxjerrë 4 pika për sa i përket zgjidhjes së çështjes Iranit, ku vihet të re themi sovraniteti i vendit. Dhe mos ndërhyrja ushtarake, pra mos pranimi i ndërhyrjes ushtarake, gjë që kjo nuk i shkon për shtat i Trumpit. Trumpi në takimin me Xi foli kryesisht për ekonominë, duke e cilësuar tashmë Kinën si superfuqi, legalizuar themi më tepër si superfuqi. Po kemi një moment shumë delikat në diplomaci apo në politikë që thotë tërheqja themi e Shtetet Bashkuara nga një vend që kishte supremacinë botërore, që vendose për gjithçka tash i kthehet në superfuqi, pra dhe bëhen 2 aleat apo 3 themi, sepse edhe në takimin në Alaska që kishte me Putinin, edhe Putinin e cilësoi si një vend Rusin, pra e cilësoi si një superfuqi në Europë apo më gjerë. Kështu që tash kemi të shohim vazhdimsinë e të gjithë procesit pas takimit të Trumpit me Xin. Gjykoj që do jetë një takim përfundimtar, po pas një lloj marrëveshje, pra Xi nuk do t'japi garanci për të mbyllur këtë konflikt, tash pasi ka nxjerr 4 pikat cilat janë pika që nuk i shkojnë për shtat Trumpit. Dhe ajo që bie në sy në këtë takim, megjithëse është gjë periferike, do ta quajmë periferike, por ishte një deklarim i Putinit, i cili
deklaroi apo nxori një armë tjetër, bisha ruse, Cermat, quhet RS-28 kishin. Bishkrimi ishte i tillë, pra po që cilësohej si bisha ruse, e cila shkote deri 35.000 kilometra largësi dhe e pakapshme nga aerodromat të cilat Trumpi ka vendosur të ndërtojë në Shtetet e Bashkuara. Dhe deklarimi i Putinit në këtë moment që është takimin i dzis me Trumpin tregon se edhe Rusia do të jetë pjesë apo bëhet pjesë e kësaj tavoline pikërisht vetëm për këtë fakt. Gjithashtu në takim Trumpi kërkon të përdori dhe Tajvanin. Çështjen e Tajvanit ta përdori si kundrapesh të Iranit, por edhe kjo nuk besoj se do jetë një çështje e cila do ta pengojë bisedimin, për të vetëm arsye sepse Kina e ka zgjidhur tashmë çështjen e Tajvanit pasi para 2 javësh, 3 javësh kur ishte takimi i opozitës të Tajvanit me presidentin Xi, që kishin takimin atje dhe randën dakordsinë e tyre për të pasur një marrëdhënie më të ngushtë dhe më të afërt me Kinën. Ajo çka pritesh domethënë që nga ai takim u kuptua që me ardhen në pushtet të opozitës, Tajvani do t'i bashkohet në një mënyrë apo në një tjetër, do t'i bashkohet Kinës, kështu që Kina nuk është e gatshme të bisedojë për Tajvanin, përsa i përket një konflikti të mundshëm ushtarak, gjë që Kina nuk do ta bënte. Dhe themi që ky takim nuk do t'i japin ndonjë rrugë zgjidhje Trumpit për të tërhequr. Vetëm rrugë zgjidhje e Amerikës mbetet një sulm frontal, themi, një goditje, siç u bë atë 40 ditën e famshëm, por do jetë një goditje ndoshta jo 40 ditë, më pak, pasi fillon edhe kampionati botëror, kështu që Trumpi nuk do të jetë në këtë lloj konflikti gjatë zhvillimit të kampionatit. Dhe pas gjithë këtyre goditjeve, Trumpi pastaj do të deklarojë atë pjesën e fitores, shkatrimit të uraniumit, të gjithë bazat që ka, do mundohet të thotë që ne bëm atë sulmin frontal, goditëm, bëm dhe fituam tashmë e ka në dorë populli iranez për të ndryshuar regjimin, sepse pikat të cilat nisi kjo betejë nuk u realizua asnjëra. Pra regjimi nuk ra, uraniumi qëndron po aty. Dhe ushtria amerikane pati dhe edhe humbje, sepse gjithë bazat amerikane në lindjen e mesme u goditën, dolën jashtë funksionit, dhe ajo që është më e keqja pastaj për Amerikën është sepse të gjithë vendet e lindjes, qoftë Arabia Saudite, qoftë Kuwaiti, janë vende të cilat tashmë po fillojnë dhe po kërkojnë një marrëveshje me Iranin, nuk po kërkojnë më marrëveshje me apo mbrojtjen e Amerikës apo ndërhyrjen e Amerikës për sa i përket kalimit të naftës. Pasi dihet që Hormuzi tashmë është në kontrollin e Iranit dhe e gjithë nafta që kalon aty kalon vetëm me lejen e Iranit. Dhe ajo që është pjesa tjetër pastaj është që asnjë nga ato anijet tangrat kinez nuk ka ndaluar në asnjë moment transportin e naftës. Irani e ka mundësinë e vazhdimit të betejës, për të vetëm qoftë edhe në këtë gjendje që është. Pra në të stand-by që ngelet, sepse naftën po e kalon nga Pakistani, ka kufit e tjerë, qoftë me Turqinë, qoftë me Azerbajxhanin, qoftë me Rusinë, qoftë me Kinën, që lidhet nëpërmjet
nëpërmjet detit ka hekur rrudhën, pra nuk është në ato kushtet e mbijetesës. Plus pastaj që Irani është mësuar për 50 vjet, është gati 50 vjet që rrin në sanksione dhe janë mësuar me atë lloj jetese, atë lloj mundësie. Por ajo që ishte pambrëm që Senati Amerikan i dha leje Trumpit për vazhdimin e këtij konflikti, pra kompetencat e presidentit. Ishte një votim 50-49. Dhe ajo që u deklarua më pas, u deklarua që demokratët do bëjnë përsëri një amendament tjetër. Dhe ata deklaruan që do ta paraqisin çdo javë. Kjo tregon se votimi që do bëhet në nëntor është një pozicion shumë të keq për sa i përket republikanëve dhe një humbje e Senatit edhe e Kongresit është një goditje shumë e fortë për Partinë Republikane, po për vetë Trumpin kryesisht sepse është në një pozicion shumë të keq, pastaj mund të përdorë shumë mekanizma kundër tij, nuk do lejohet më që të gjëja më e parë nuk do lejohet që të bëhet konflikti, të vazhdoj konflikti në lindje mesme dhe mund të jetë edhe një mënyrë tjetër për të tërhequr, domethënë, dhe për t'ia lënë fajin Trumpit për të tërhequr, domethënë, nga lindja e mesme. Gjithsesi, ajo që është deklaruar qoftë edhe nga Netanyahu, i cili ai është dhe promotori i këtij konflikti, ka deklaruar që ne nuk do të tërhiqemi dhe unë me Trumpin kam folur dhe ne do marrim uraniumin nga Isfahani dhe do ta transportojmë diku tjetër, domethënë gjë të pamundur, sepse u pa në luftën 40 ditore që jo vetëm që nuk arritën dot në uranium, qoftë edhe me atë spektaklin që bën për një ndërhyrje me trupa, por ajo që është thelbësore aty është se të gjithë to janë në ndërth, themi, janë në tunele të thella ku janë mbi 50 metra thellësi, ku nuk ka 500 metra thellësi, ku nuk ka bombë që i kap, domethënë. Ku nuk arrin asnjë lloj bombe deri më sot që është në përdorim, nuk arrin që të shkojnë në atë thellësi dhe të gjithë uzinat ata i kanë në këtë nivel. Kështu që jemi në kushte shumë të ashtu, por ajo që kam deklaruar dhe një emision tjetër që unë para thënë që Amerika nuk është e gatshme edhe të sulmoj themi Iranin për një arsye shumë të thjeshtë, sepse para 2 javësh apo 3 javësh ishte momenti kur Trumpi kërkoi shtyrjen e afatit. Ishte sepse droni i cili ka rënë, domethënë, është zhduk, jo ka rënë, po është zhduk, nuk dihet se ku është droni MO4C Triton, një nga dronët më të fuqishëm dhe një nga dronët të cilët presuppozohet që themi që është një shtab i vogël në ushtrinë amerikane, sepse është një dron që është dhënës, marrës, fotografues, aty kalojnë gjithë sinjalet, aty kalojnë të gjithë urdhrat. Pra theve që atë që kam thënë në një emision tjetër është si puna saj që ti jesh në një tavolinë të bësh hartën e luftës apo të gjithë strategjinë e luftës edhe të kesh edhe një karrike të Iranit aty. Dhe zhdukja e këtij droni, që ka një kosto për 60 milion. E bën ndoshta dhe Amerikën edhe të stepet pak në sulmet e saj. Megjithatë, pa një sulm krashi i Iranit, gjykoj se Trumpi nuk mund të tërhiqet nga kjo betejë, sepse kërkon edhe ai që të japi një informacion sikur
u shëm, u godit, u azjesuan, ashtu që bëri në qershor 2025, ku tha që u azjesua e gjithë uraniumi, centralet u zhdukën, u bombardua, por në luftën që ndodhi më pas një viti, tregoi që asgjë nuk ishte në zhdukur, për sa kohë akoma vazhdohet edhe flitet për uraniumin, akoma vazhdohet edhe flitet për bombën, jo dhe e bën për një javë, jo e bën për një vit, jo e bën për 2 javë, në të njëjtën kohë që nëse Irani raketa tashmë i ka, qoftë edhe interkontinentalit i ka, Irani nuk e kishte problem për të bërë një bombë atomike brenda 2 javë, sepse centrifugat i ka. Uraniumi i pastruar deri në 60% është shumë e thjeshtë për brenda javës, ai mund ta bëjë edhe 90%, nuk është ndonjë problem i madh. Pastrimi i uraniumit është shumë i thjeshtë sepse ai ka centrifugat e saj, është thjesht për t'i kalu një proces që bëhet, shkencëtarët aty i ka, gjithë i ka. Dhe thash, raketat interkontinentale i ka. Kështu që nuk është, po këtë e ka përdorur gjithmonë Izraeli, ka përdorur si një gur për të sulmuar, për të treguar që kjo është frika e botës, sepse Irani do ta ketë bombë mërthabore dhe bëhet kërcënim qoftë edhe për Izraelin. Në të njëjtën kohë që askush nuk flet dhe nuk thotë se Izraeli në mënyrë kontrabande i ka dhe Izraeli. Bombën e ka në mënyrë kontrabande, se nuk e ka certifikuar. Por askush nuk flet për Izraelin që i ka këto. Pikërisht kjo ka bërë që e gjithë bota sot, qoftë edhe Europa, qoftë edhe vendet e tjera, të shpaguajnë atë heshtjen që kanë bërë prej vitesh e vitesh me radhë, kur Izraeli ka kryer, domethënë, sulme në vende të ndryshme të lindjes, dhe aq më tepër, sidomos në Gaza. Në Gaza që falë edhe teknologjisë, falë edhe internetit, që çdo kush më bëhet pjesë e informacionit, s'ka nevojë më të japin televizionet, sepse janë internetet dhe çdo njeri mund t'i shohë fare kollaj. Dhe askush nuk flet, dhe gjithë Europa apo bota heshti. Dhe tashmë do bëhet edhe ky shpagimi i Europës, kjo rritje e çmimeve e njërën tjetrën është thjesht vetëm për atë heshtjen që kanë bërë kaq Izraeli dhe vazhdojnë të heshtin. Pikërisht sepse kjo është mbrojtja e Amerikës, jo se Izraeli është një vend shumë i fortë, por problemi është mbrojtja e Amerikës, edhe tashmë në këtë kuadër ku thash Amerika, nga një supremaci që ishte deri pas viteve 90, sidomos u bë një supremaci e botës, sot kalon në superfuqi. Dhe kemi tashmë 2 kampe. Polariteti i globit, ku është Kina ose vendet aleate të Kinës me aleancën tjetër që është gjithmonë mbetet Amerika kryesorja. Shohim se si do ecin. E qartë. Zoti Markoçi, nga ana tjetër, ka pasur disa deklarata kontradiktore pra mes Izraelit dhe Emirateve, të cilat kanë ngritur sigurisht dyshimet mbi natyrën reale të bashkëpunimit mes të dy vendeve. Pra thuhet se Netanyahu ka kryer një vizitë në Emiratet e Bashkuara pra në mes të luftës kur në mes Iranit edhe SBA-s. Pse Abu Dhabi ka zgjedhur të mohojë publikisht takimin pra që Izraeli e paraqiti si historik? Abu Dhabi arriti ta mohojë sepse pa sulmin që janë bërë në Abu Dhabi, shkatrimin që është bërë në Abu Dhabi, dhe Abu Dhabi nuk prodhon absolutisht asgjë përveç atij turizmit të famshëm. Mirë, duke në sulmin që ka bërë Irani, patjetër që Abu Dhabi është shkatruar dhe nuk ka më të ardhura. Nuk ka ekonomi, nuk ka furnizim, se Abu Dhabi nuk ka furnizohet nëse nuk kalon tek gjiri i Hormuzit. Dhe pjesa tjetër pastaj është ajo që Emiratet e Bashkuara Arabe treguan katërcifrisht që janë kundër Iranit, dolën hapur, themi, derisa Irani arriti ta shpallë edhe vend armik.
tashmë Emiratet e Bashkuara janë vendi armik, por nuk janë vetëm vendi armik i Iranit, po janë edhe i Arabisë Saudite, Katarit, sepse u vërtetua apo ata kanë, domethënë, të gjitha dyshimet që edhe sulmet që janë bërë në 28 shkurt në vrasjen e Kareinit janë bërë nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe jo më kot. Irani deklaroi që çdo sulm që do vi tashmë nga Shtetet e Bashkuara, pra goditjet që do bëhen nga avionët apo me raketa që do bëhen, fajtor do jetë, ai që do goditet i pari do jetë Emiratet e Bashkuara Arabe. Pra, nuk thanë që goditja e parë do jetë në Izrael, që kanë edhe kundërshtarin më të fortë, por thanë që do bëhet goditja e parë do jetë tek Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe po ta shihni dhe në spostimin që i bëri Kufirit, pra asaj blokadës që ka bërë Irani në ngushticën e Hormuzit, e zbriti më poshtë vijën pikërisht për të futur aty dhe edhe portin e Arabisë Saudite, e Emirateve të Bashkuara, për cilën ata kërkuan të dilnin apo dolën, themi më mirë, nga OPEC-u, dhe kërkuan që të thynin blokadën e OPEC-ut pikërisht duke nga porti i tyre për të transportuar sa më shumë naftë dhe për ta nxjerrë në një farë lojë për ta dobësuar atë ngushticën e Hormuzit apo kufizimin që kishte bërë Irani në këtë pikë. Ata arritën ta spostojnë vijën dhe kjo tregoi edhe në sulmin që patën ka shi një tanker iranian para disa ditësh, kur iranianët u përgjigjen 3 fregatave amerikane. Dhe fregatat amerikane nuk u futën dot në portin e Emirateve të Bashkuara, por ikën më poshtë se sa porti. Tregoj që portin e Emirateve të Bashkuara nuk mund ta përdorin më. Dhe kjo tregon hapur që tashmë lufta është përfshirë në të gjithë lindjen e mesme dhe pjesa e lindjes së mesme, duke pas parasysh të gjithë vendet e lindjes mesme janë në bisedime tashmë me Iranin për sa i përket nxjerrjes së naftës apo transportit të naftës, themi, nga gjira e Hormuzit, dhe i bindën apo kërkojnë të bëjnë një aleancë me Iranin dhe të spostojnë në një mënyrë apo në një tjetër, të spostojnë Amerikën, sepse ata e panë që të gjithë bazat amerikane që ishin aty, të çdo para që është paguar aty, dhe kur erdhi momenti i mbrojtjes së vendeve të tyre, absolutisht nuk ishte asnjë mbrojtje, kështu që tashmë është lëvizja politike që po bëhet edhe diplomatike, do kemi ndryshime, si duke do kemi ndryshime, por gjëja më thelbësore me sa është në këto momente është që Irani jo vetëm që nuk heq dorë nga ngushtica e Hormuzit dhe e ka kthyer, domethënë, në një bombë vërtet ekonomike për botën, por sepse ngushtica e Hormuzit ka dhe një problem thelbësor. Në ngushticën e Hormuzit nuk ka ujëra ndërkombëtare. Ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të futen. Aty nuk ka ujëra ndërkombëtare, aty janë domethënë ujërat të cilët i takojnë të dy vendeve dhe që ka një kufi të përbashkët, por jo me ujëra ndërkombëtare ku ti mund të kalosh edhe të përdorësh ligjin ndërkombëtar. Prandaj edhe rezoluta u hodh poshtë me këtë, por edhe një rezolut tjetër që përgatitet po prapë për ta menaxhuar ngushticën e Hormuzit. Po do jetë përsëri do dalin aty tek pjesa e Omanit, ajo që
që ka kërkuar edhe Irani. Ka kërkuar menaxhimin ta bëj Omani dhe edhe Irani. Pikërisht Omanin futet në lojë sepse tash është porti e Emirateve të Bashkuara Arabe që është nga krau që del jashtë ngushticës së Hormuzit dhe ngushticën e Hormuzit e komandon Irani. Kështu që kam futur edhe Omanin në lojë edhe si aleat. Dhe nuk mos harrojmë se në Oman iranianët kanë investimet e tyre në energji, kështu që e kanë si partner. Është një situatë shumë e nder, shumë e bërë, por në asnjë mënyrë nuk do pranohet nëse do kërkohet ambushimi, do kërkohet duke përfshirë edhe Hezbollahun, Hamasin, Houthët, sepse janë këto vende të cilat kanë qenë në luftën 40 ditore, ishin në mbështetësit më të parë, themi, të Iranit. Dhe Irani nuk do të pranoj që Hezbollahu të vazhdoj luftën me Izraelin apo Hamasi, me Palestinën, apo Houthët të cilët kanë atë pikën edhe Houthët kanë atë pikën e tyre strategjike. Qëndrimi në atë pikë i bën edhe Houthët i bën faktor kryesor. Kështu që do të shohim, por gjithsesi Netanyahu është Netanyahu, i cili ka të problemet e veta sepse është i kërkuar nga gjykata ndërkombëtare për krime lufte dhe genocid, por njëkohësisht është i dënuar edhe po gjykohet edhe brenda në Izrael. Edhe në Izrael ka rrymat të ndryshme, mos harrojmë se në shtator edhe Izraeli ka zgjedhjet e tija, në nëntor janë zgjedhjet në Kongres dhe në Senatin Amerikan, kështu që Irani mund të jetë edhe në pritje, duke ndetë stand-by në këto momente, në të gjendje që është, për të pritur zhvillime që mund të ndodhin shtator dhe në nëntor, i cili pastaj do të jepë një krah shumë të fortë për të menaxhuar totalisht atë pjesën e Hormuzit, i cili fillimisht, flasim realisht, fillimisht nuk ka qenë në projektin e Amerikës fare, sepse në atë kohë Amerika e menaxhonte Hormuzin nëpërmjet qoftë Emirateve të Bashkuara Arabe, qoftë Arabisë Saudite, Kuvajtit, Bahreinit, Abu Dhabit, nuk kishte probleme, domethënë Amerika për sa i përket ngushticës së Hormuzit, sepse ajo e kontrollonte me petrodollarin e saj, ajo vazhdonte të luante me bursën, kështu që kjo doli si pasojë e asaj që kemi thënë që në fillim që Amerika u fut e tërhequr nga Netanyahu në këtë luftë dhe u fut pa një strategji. Futja pa një strategji do të thotë se nuk ka strategji se si do dalësh nga kjo betejë. Por Trumpi ka kërkuar që në Kongresin Amerikan të shkojë të rrisë buxhetin e luftës nga 1.2 dhe 1.7 triliard dollar, gjë që duket shumë e vështirë edhe kjo për të kaluar në Kongres, sepse ata tashmë po kërkojnë se ka një humbje shumë të madhe, rreth 30% të armatimit të Amerikës janë shpenzuar në këtë luftën 40 ditore. Nëse do ketë një luftë tjetër, do të thotë se armatimi do villoj dhe të zvoglohet, kështu që për të zëvendësuar të paktën më minimalja është 3 vjet. Mirë, po situata që ndodhet në botë, betejë që kanë me Kinën, është pak si e ndërlikuar, themi, situata, dhe Trumpi po ta vënë re tashmë ka filluar të flasë për Venezuelën, të flasë për
ku bëne për vende të tjera të cilat apo kërkon të heqë vëmendje tashmë në disa vende të tjera për të shmangur apo për të justifikuar të gjithë këtë lloj flote dhe këtë lloj ushtrie që ka sjellë edhe 50.000 trupe janë në lindjet mesme, janë 3 aeroplan mbajtje 8 se pa llogaritur fregatat dhe anijet e tjera, kështu që është një kosto shumë e madhe. Kosto e luftës ka vajtë deri në 28 miliard dollar në këtë konflikt, kështu që është dhe kur vjen puna tek dollari, pastaj amerikanët kur janë një çik fort aty nuk të falin kollaj. Por nga ana tjetër është edhe ekonomia amerikane, duam apo s'duam, që po pëson rritjet e çmimeve, që amerikanët nuk janë mësuar ta blejnë gallonin me 4 apo 5 dollar, ishin mësuar me $1, maksimumi $1. Dhe kjo lloj rritje çmimi nuk i shkon përshtat politikës Trumpit, i cili erdhi në presidencë, erdhi me atë idenë e rritjes së ekonomisë dhe nuk do hapim konflikte të tjera në botë për sa i përket të luftrave. Por ndodhi kjo që ndodhi, tash ishte Netanyahu ai që e tërhoqi dhe është Netanyahu ai që po vazhdon të bëjë këto lloj deklaratash për të treguar se kjo luftë nuk do të shuhet. Mos harrojmë, sepse tek e fundit Netanyahu e përdor si një luftë fetare, pavarësisht se nuk e shpalt si të tillë, por në fundit ajo është një luftë fetare, për sa kohë Netanyahu del me hartën e Izraelit të madh, flet për Izraelin e madh, flet që pas shiitëve do ta kenë radhën sunitët, pra që do të jetë Turqia, radha pas Izraelit, kështu që ajo është një luftë fetare për sa i përket Izraelit dhe vendeve të arabe, sepse Izraeli gjithmonë ka hecur me atë teorinë e tokës pa njerëz dhe njerëz pa tokë, pra nuk e llogarit fare si njerëz dhe si vendas palestinezët apo çdo vend deri në Eufrat nuk pyet ai fare se kush është. Kjo është tokë pa njerëz, do të shijoj në tokë e premtuar. Dhe në këtë kushte Izraeli nuk do pranoj kurrësi që të jetë një armë pushim afatgjatë apo një armë pushim me një siguri globale që Irani apo vendet të tjera nuk do të sulmohen më nga Izraeli, sepse kjo ishte dështim total i Izraelit. Netanyahu nuk e pranon këtë tash edhe për vetë faktin sepse Netanyahu e di që mbarimi i luftës Netanyahu duhet të shkojë drejt burgut. Zoti Merkoçi, për ta mbyllur, ndërkësh është thënë nga sekretari amerikan i energjisë se Irani është shumë afër pranë ndërtimit të armëve bërthamore. Sa reale është shihni këtë dhe cili është rreziku? Dakor, ka thënë. Edhe kjo ka qenë 84 që thotë që Irani për një javë do ta bëjë bombën bërthamore. Ka që shekullin e kaluar. Irani po t'ishte për ta bërë bombën bërthamore edhe këto 30 ditët sa u bë që është nga data 7 që po bën armpushimin deri tani, Irani mund edhe gjatë kohës bombardimit që në Irani mund ta bënte bombën bërthamore. Nuk ka Irani problem për ta bërë. Tash ai raketat i ka të gatshme, ka dhe raketë supersonike, kështu që Irani ka shumë thjesht për ta bërë. Për të bërë kokën e bombës atomike, Irani nuk i duhet më tepër se 2 javë apo 1 javë. Sepse centrifugat i ka, të gjithë pajisjet i ka, shkencëtarët aty i ka, nuk e ka problem për ta bërë. Po kjo ka teori ka qenë 1984. Nëse Irani do kishte në ndërmend për ta bërë të ta bënte. Por fetfaja e Ayatullah Khameneit ka bërë që Irani nuk e prodhon bombën bërthamore. Dhe në asnjë moment edhe Mushtaba Khamenei nuk e kemi dëgjuar apo nuk ka në një deklarat nga Irani i cili thotë fetfane
Ayatollah Khamenein e rrëzojnë poshtë. E para sepse edhe Muçtaba nuk ka tagrin për ta bërë, sepse duhet t'jesh Ayatollah që ta bësh këtë. Por nga ana tjetër është se duhet të mlidhet këshilli për të marrë një vendim. Sepse edhe Muçtaba nuk është Ayatollah. Por problemi ku qëndron? Ne duam një arsye për të justifikuar sulme. Mirë po, ti thua është një vendi që ma jep ti mua tash uraniumin, se e dua unë, se mos ta kesh ti, është pak absurde. Në të njëjtën kohë, që nuk do të harrojmë që Irani të gjithë industrinë e tij, pavarësisht se është vend prodhues, po energjinë e tij e ka me reaktor bërthamor. Nuk e ka mbi bazën e naftës. Pra qoftë trenat, qoftë drejtimi, qoftë uzinat punojnë me reaktor bërthamor. Irani në projektin e tij janë edhe 3 apo 4 reaktorë të tjerë bërthamor për të bërë në Iran. E qartë. Pra për ta mbushur të gjithë 100% të vendit për ta bërë me energji bërthamore. Pra, ti këtij vendi nuk mund t'ia thuash këtë e para, dhe e dyta nuk është Irani po t'ishte tash për ta bërë të ta bënte. Por nuk do një vit për të bërë. Një vit mund t'i dojë një vend tjetër i cili nuk ka raketën. Për Irani t'i duhet vetëm koka. Pra të gjithë, ose mbushja e kokës, se kokën e ka, po mbushja. Qartë, po. Dhe këtu është tash gjithë ai problemi, është njësoj si takimi Trumpit me Xin, e kupto, që flitet për Teslën, flitet për këtë, flitet për atë, dhe nuk i nxirret koka që këtu flitet në blokadën që ka bërë Kina për sa i përket materialet të rralla, se ne duhet ta dimë shumë mirë që Amerika të gjithë materialet të rralla i merr në Kinë. Dhe të gjithë qipat e këto, mikroqipat, të gjitha prodhohen atje. Dhe nëse nuk ke këtë, apo edhe vetë raketat, prodhohen me këto materialet e rralla. Mirë, Irani i ka këto. Tash ti marrësh, ti thua mos e prodho ti. Sepse kjo bombë bërthamore tashmë u bë pak si dhe loj, doli si puna e Kimit, tash që Kimi ndryshoi kushtetutën dhe tha nëse vritet Kim Jong-u, bombët në mënyrë automatike shpërthejnë. Pra drejtohen në vende të ndryshme. Tash u bë kjo sikur gjithë vendet duhet të kenë kaj bombë bërthamore në dorë dhe të jenë sigurt. Sepse që thash, Izraeli, nuk ka fol njëri që pse Izraeli duhet ta ketë në mënyrë kontrabande këtë bombë. Po pse? Po sikur ta hedhë Izraeli këtë bombën bërthamore, ç'a bëhet? Kush e marr përgjegjësinë për këtë? Dhe pse kjo organizat nuk bën kontroll në Izrael? Po si është e mundme që Irani që do prodho ka bombën bërthamore ka qenë hapur për sa i përket organizatës të cilët bën kontrollet bërthamore? Që Irani ka qenë i hapur, kanë vajtë dhe kanë bërë të gjithë kontrollet. Madje dhe edhe pikat se ku hyet në Isfahan, në të gjithë këto Isfahan, edhe në të gjithë pikat e tjera, janë të deklaruar nga vetë organizatë. Pra, për ta bërë Irani bombën, që ta përmbyllim, për ta bërë Irani bombë nuk e ka problem. Problemi më i madh i Iranit është ligji. Ligji që Ayatollah Khamenei ka nxjerrë për mos bërjen e bombës, pasi duhet kuptojmë, ajo është Republikë Islamike. Dhe ajo drejtohet mbi ligjet e Kuranit. Bazën aty e ka. Dhe kur ai ka nxjerrë këtë fetva e nxori pikërisht mbi këtë, se tha jo, Kurani nuk lejon që të përdorësh bombë të shfarosis në mas njerëzimit. Dhe prandaj para lufte ka dalë me një
miting themi në atë kohë dhe tha ne do t'i përgjigjemi armikut me atë që ai do na përcaktoj. Pra me atë që do godasi ai, me atë do godasim dhe ne. Dhe nuk thanë që ne do bëjmë bombë bërthamore, nuk ka thënë ndonjëherë. Por thash kjo është pjesë e Izraelit, e sionizmit izraelit, i cili do në çdo luftë që ka bërë ai, se Izraelin, domethënë nga 67 e këtej ka bërë vetëm shtrihje territori, s'ka bërë gjë tjetër. Por në çdo moment ai ka krijuar një incident, dhe pastaj ka bërë terror. Ka bërë pushtim. Tash i ka dalë ke Hezbollah. Thotë është organizat. Sepse ti po vjen dhe po e pushton. Jo thotë se është e imja. Dhe prandaj mundohen në çdo kusht që Irani ti veshin atë pjesën që ky do ta bëj bombën. Pra, unë thash, deklarata e parë e Izraelit është në vitin 1984. Për sa i përket dhe në atë kohë është thënë që Irani për 6 muaj prodhon bombën. Pastaj filloi për 3 muaj, për 2 muaj, mëna muaj, për 1 vit, për 2 vjet. Po, u bën rreth 50 vjet kjo histori. Më nuk shkon më kjo. Është absurde, domethënë ta mendosh që një vend që e ka uraniumin, një vend që e ka të gjitha, nuk ka nevojë të shkojë me asnjë vend Irani për të pasuruar uraniumin, se e pasuron vetë aty. Centrifugat i ka të gjitha aty, dhe ti thua se ky do ta prodhoj. Pra kjo më tepër duket si një shtys që ta detyrojnë Iranin ta prodhoj. Po Irani nuk e ka në programin e tij për ta prodhuar. Nuk e ka në programin e tij për një arsye dhe jo vetëm fetare, por ka edhe një arsye tjetër, sepse bëhet një vend i cili bllokohet. Bëhet si Kim Jong-un pastaj bllokohet aty. Sepse askush nuk do që ti ta bësh këtë, dhe përdorimi, ajo që shumë kush ka thënë, për shembull, që do dalim deri në përdorimin e bombës bërthamore, absolutisht nuk e përdor asnjë. Sepse vendi i parë që do ta përdori bombën bërthamore do të jetë vendi i vdekur. Do firmosi vdekjen e tij, sepse askush nuk e pranon sot që ti të godasësh me bombë bërthamore. U bë një herë në 45-ën, kaq mbaroi filmi. Dhe atëherë bota sapo doli nga lufta e dytë botërore e njëra tjetra. U justifiku me atë kapitullimin e Japonisë, por deri këtu. Sot të mendosh në 2026 të përdorësh bombën bërthamore, por e kanë shumë shtete të tjera bombën bërthamore. Ju e mbani mend, besoj apo e keni fiksuar kur Kimi tha nëse Izraeli përdor bombë bërthamore, ka qi Iranit, unë jam i pari, tha që ja dërgoj në Izrael. Edhe e shuj me bombë, dhe e shuj gjithë Izraelit. Toni se çdo thot përdorimi i bombës bërthamore sot. E qartë, pra këto janë gjitha përgënjeshtrime, po? Jo, gjithë propaganda, hajde bëjmë propaganda, që ti mushim mendin popullit që ne po e sulmojmë të se ky ka bombë bërthamore. Realisht, nuk thash, është nonsens. Për sa një vend ka ligj dhe për sa kohë ky ligj nuk është zbër. Nuk mundet Irani kurse si nuk mund të shkelim mbi ligjet e Ayatollah Khameneit. Se thash, nuk ka, duhet mbledhet Këshilli për 28 vetësh, ta diskutojnë atë, ta hedhin poshtë edhe ta bëjnë.